Puka përgatitet të presë garat kombëtare të boksit, është kampionati i parë U19 që zhvillohet në këtë qytet. Me trajnerin e Tërbuni Boks Emiliano Cecchini. Profesor, jeni në çastet përmbyllëse të përgatitjes për këtë kampionat. Si duket gjendja e skuadrës, atmosfera, objektivat? Po, është e vërtet, ekipi Tërbuni Boks tashmë është në fazën finale të përgatitjeve dhe këto ditë po merren më shumë me rrugën e peshë për secilin sportist, që të jenë në kushte sa më optimale për neshjet që do zhvillohen. Faktikisht është e vërtetë ajo që tha që kampionati i parë do zhvillohet në Pukë, në historinë e qytetit Pukës, një kampionat boksit. Do zhvillohet në datat 27, 28, 29 qershor, pra këtë fundjavë, dhe pritet një pjesëmarrje plotë të gjitha ekipeve nga Shqipëria. Faktikisht është një aktivitet me rëndësi të veçantë, përsi këto janë sportistat cilët kalojnë tek ekipi të rriturve mbas tivit. U19 është grup mosha dhe me të thënë drejtën është një në kampionatet që është shumë i pritun edhe shihet me interes edhe nga Federata Shqiptare, pasi ka pjesëmarrës disa medalista europian. Faktikisht janë boksierët të Tiranës, cilët janë medalista europian. Dhe po ashtu ne kemi edhe Jurgen Lazin, i cili është i renditur i 5 në Europë. Dhe nuk është pak për një ekip si Tërbuni Boks, i krijuar jo më shumë se një vit më parë dhe kena marrë përsipër të organizojmë edhe këtë aktivitet në qytetin e Pukës. Për menimin tim është një arritje dhe një promovim i qytetit Pukës për këtë sport i cili nuk është njohur më përpara në këtë qytet. Ma sa keni pasur kontakt me qytetarët pukiana, po edhe me popullin, më themi të thjeshtë, atë dashamirësit e sportit, si e kanë pritur këtë aktivitet që zhvillohet për herë të parë, të thatë edhe ju? Ne kemi qenë shpeshherë këto ditë në Pukë për çështje organizimit dhe në takimet tona me qytetarët e Pukës janë shumë dashamirës dhe e mirëpresin këtë aktivitet me shumë dashuri dhe besoj që ka me pas një pjesëmarrje të tifozave të jashtëzakonshme në sheshin Tërbuni të Pukës, para bashkisë Pukë. E rëndësishme është mbyllja e garës. Me çfarë objektivash është Tërbuni Boks që bokson në shtëpi dhe patjetër që synon trofeun? Faktikisht, si tash më parë ka me kanë një turne shumë i fortë, edhe ka një rëndësi të veçantë, edhe është shërben si një trampolin për boksin elitar, siç është kampionati të rriturve. Ekipi Tërbuni Boks është përgatit intensivisht 2 herë në ditë, me 2 seanca në ditë stërvitore, dhe kemi synimet tona presim ardhjen e nën kampionit botës këto ditë nga Anglia, Adam Maca, i cili ka pas një neshje profesionistit në Amerikë dhe tani është përqënu tek ekipi Tërbuni Boks për kampionatin që do zhvillohet. Pra, gjithashtu kemi Jurgen Lazin në peshën 65 kg, i cili konkurron dhe është kampion aktual i grup moshave dhe është pretendenti kryesor absolut për këtë peshë. Gjithashtu kemi pretendime shumë të forta dhe pse ka medalista në këtë peshë boksieri tjetër Gabriel Çermeli. Gjithashtu në peshën e 60 kg kemi Ledion Kolen dhe pastaj gjitha peshat ne jemi pretendent, por që mos t'i bëjmë publike që në këtë moment. Shpresojmë dhe besojmë shumë që ekipi Tërbuni Boks, përveç që organizimit për herë të parë një kampionat në qytetin e Pukës, ketë edhe një kampion si ekipin e Tërbuni Boks për herë të parë kampion në boks. Ki shikoni si rival kryesor të Tërbunit në këtë garë? Faktikisht, pra si thash më parë, rival kryesor janë ekipi studentit, pasi ka dhe 2 medalista pjesë të ekipit. Gjithashtu ka me kanë rivalitet edhe me ekipet tjera, por kryesisht me ekipin studenti. Faktikisht, to mundet me dëmtu se cili ekip, se aty ku ti pretendon ndoshta prej peshë ta merr një ekip tjetër dhe përfiton studenti. Por synimet edhe ballafaqimet kryesore në finale do t'i kena me ekipin e studentit. Suksese profesor Cecchini në këtë garë kombëtare, që me të vërtetë po pritet me interes nga e gjithë Puka, përfshirë edhe drejtuesit e bashkisë të Pukës, të cilët patjetër janë dashamirës së sportit. Faleminderit shumë për interesimin, gjithashtu edhe duhet falenderoj edhe Bashkinë Pukë me kryetarin Rok Doda për angazhimin e tij maksimal për organizimin e këtij kampionati dhe për mbështetjen e ekipit të pakursyer për ekipin Tërbuni Boks.
na ka mbështet dhe na ka siguru çdo gjë në lidhje me kampionatin e boksit që do të zhvillohet në Puk. Faleminderit dhe ju, zoti Kac. Suksese!